Bia dhe Toni duken se janë afruar shumë kohët e fundit dhe atmosfera mes tyre po bëhet çdo ditë dhe më e veçantë. Që nga momentet e para kur filluan të kalonin më shumë kohë bashkë, ishte e dukshme se mes tyre po krijohej një kimie e fortë, por tani gjërat po marrin një tjetër drejtim, në obor, në dritat e buta të mbrëmjes. Ata ulen pranë njëri tjetrit në divanin afër pishinës. Toni e shikon Bian me një buzëqeshje të ngrohtë, ndërsa ajo luan me gishtat e saj, pak e turpshme por e lumtur. Biseda e tyre është e lehtë, plot batuta dhe momente ku të dy qeshin sikur janë vetëm ata të dy në gjithë shtëpinë. Bia afrohet më shumë, duke I vendosur kokën lehtë në krahun e Tonit. Dhe ai e përqafon me kujdes, sikur do ta mbrojë nga gjithë bota. Tensioni I ëmbël mes tyre shtohet, derisa Bia e ngrit kokën, e shikon drejt në sy dhe I afrohet ngadalë. Pa thënë asgjë, ajo I jep një puthje të butë në buzë, një moment I thjeshtë por I mbushur me emocion. Toni mbetet pak I habitur, por fytyra e tij ndriçon e menjëherë ai I buzëqesh asaj, duke ia prekur lehtë faqen me dorë. Bia skuqet, por nuk largohet. Ata të dy duken sikur harrojnë kamerat, harrojnë lojën, harrojnë çdo gjë tjetër. Rrin afër, duke folur me zë të ulët, duke qeshur, duke ndarë mendime dhe duke krijuar një lidhje që të gjithë banorët e tjerë e kanë vënë re. Në shtëpi fillojnë thashethemet. A është kjo vetëm një afrim I momentit, një lojë, apo po lind diçka më e thellë mes tyre? Banorët I shikojnë shpesh bashkë, qoftë në kuzhinë duke gatuar, në kopësht duke biseduar, apo në dhomën e ndenjes duke u përqafuar. Çfarë po ndodh mes tyre? A është kjo fillesa e një romance të sinqertë apo thjesht një lidhje që u krijua brenda lojës? Askush nuk e di ende me siguri. Por një gjë është e qartë, Bia dhe Toni tani duken si një çift I bukur, dhe kimia mes tyre vetëm sa po forcohet dita ditës.